Përshëndetje të dashur shikues, ja tek ritakohemi sërish në emisionin Ftesë në studio. Sot në këtë epizod, në këtë pjesë të emisionit, do të flasim për një nga anët më të vështira të profesionit të mjekut, të doktorit, që është pikërisht përballja me tragjeditë. Ngjarja e rëndë e cila ndodhi në Koçan, ku humbën jetën 10 të rinj, sigurisht e tronditi të gjithë vendin, por ishin mjekët ato të cilët u përballën drejt për së drejti me këtë situatë dhe mënyrën se si e përballuan. Çfarë do të thotë të jesh në vit të parë kur çdo sekond vlen? Si kanë qenë ato emocionet e para kur i kanë transportuar apo kur kanë shkuar në spital pacientët të cilët kanë qenë të lënduar? Dhe si ndikon kjo edhe në gjendjen emocionale të mjekëve? Të gjitha këto do t'i flasim me doktor Gjunejt Ademin, i cili ka qenë i pranishëm në një nga spitalet në spitalin e Shtipit. Në fakt, ka qenë i pranishëm në ditën kur ndodhi ngjarja tragjike në Koçan. Përshëndetje, doktor. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Ftesë në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Doktor, ju keni qenë prezent në spitalin e Shtipit në momentet e para kur ka ndodhur në fakt tragjedia, kur janë sjellë edhe pacientët. Si ka qenë, mund na shpjegoni pak si kanë qenë ato momentet e para? Ne si pjesë e ndihmës së shpejtë të Shkupit, kemi qenë në Shkup në bazën tonë në Bukuresht, prej ku na u dha alarmi nga drejtori i qendrës për menaxhim dhe kriza, dhe më njëherë pas atij lajmi u dha alarmi që të vinë ekipe që të na ndihmojnë se ka ndodhur një tragjedi e madhe në një zjarr në një klub natë në Koçani. Pasi informatat e para që na dha ishin që ka mbi 20 viktima, po ndërkohë më njëherë 2 ekipe, më vonë edhe një ekip tjetër, treti dhe unë i katërti, u nisëm drejt Koçanit, po mëndej me koordinim me bazën, neve na drejtuan 2 ekipe tjera që të shkojmë në spitalin e Shtipit. Në gjendja në spitalin e Shtipit ishte e rëndë dhe kaotike, pasi kishte shumë të lënduar, me djegje serioze dhe kishte disa nga asfiksime nga tymi dhe me lëndime të tjera trupore. Kjo ishte një gjendja faktike në spital, pasi kishin vetëm se kishin ardhur familjarët e tyre ishin jashtë dhe prishin ndonjë lajm për familjarët e tyre apo për të dashurit e tyre se si e kanë gjendjen. Shumë e vërtetë, sepse prindërit në fakt prishin jashtë, sepse shumë prindër nuk e dinin a ndodhet fëmia në spital apo është një ndër ato viktimat që ishin, cilat ishin pak a shumë ato skenat që i kujtoni sot që i pat në momentet e para kur këto pacientë erdhën në spital. Ato skenat ishin shumë të rënda për neve, pasi kësi lloj tragjedie me këto numra dhe me ishte edhe kishin, siç në raportuan, kishte edhe në moshë të rej, kjo e vështirësoi ke ende më shumë punën, dhe filluam me bisedë me kolegat të Shtipit, që pasi edhe duke shkuar drejt spitalit të Shtipit, disa me vetura private i kishin ndezur 4 pulsuesit dhe kishin ardhur direkt në për qendrat klinike në Shkup, dhe mandej edhe ato ambulancat non-stop gjatë gjithë rrugës ne duke shkuar atje, vetëm se kishin filluar, po dhe ne kur arritëm filluam që pasi kishin bërë triazhin ato dhe ato pacienta me gjendje shëndetësore më të rëndë, ti fillojmë t'i transportojmë drejt Shkupit. Kjo ishte që deshke mu bë me shpejtësi më të madhe dhe me kohë që të arrim deri në spitalin e Shkupit. Pastaj filloi sigurisht edhe trajtimi i pacientëve, pasi në spital kanë filluar disa trajtime, po në mënyrë që me burime të kufizuar dhe me ato momente dhe nuk ka, pasi resurset janë të vogla në Koçani dhe në Shtip, kemi filluar drejt Shkupit, po edhe në Shkup, pasi nuk kemi edhe qendër për djegje, disa nga pacientët të cilat i kemi dërguar në Shkup kanë filluar të dërgojnë jashtë shtetit në vendet fqinje, si për shembull Bullgari, Greqi, Turqi, Serbi, edhe në për Spanjë, disa tjerë, vende ndryshme të cilat na kanë ofruar ndihmën për shtetin tonë. Pasi
e thash edhe më përpara, nuk kemi qendër për djegje, në vitin 2016 është mbyllur ajo qendër. Edhe për djegje, por mbase edhe për një fluks, nuk e di sa janë për shembull spitalet tona të përgatitura, le të themi, për një fluks të aqme njëhershëm të pacientëve. Po, për këto flukse, edhe në tragjedit tjera, ka patur përgatitje të mirë, për shembull, por këto ishin edhe, pasi nuk kemi qendër të djegje, do një trajtim të veçantë për këto pacienta dhe të duhet të ketë një trajtim i veçantë dhe mi kemi i posaçëm për këto pacientë. Dhe kjo e rëndon punën ende më shumë, për ata kanë filluar të dërgojnë jashtë shtetit. A ka pasur ndonjë moment që ju ka prekur veçanërisht gjatë trajtimit të pacientëve, sepse edhe për këto do të flasim në aspektin emocional të mjekëve, si përballojnë edhe emocionalisht mjekët, por ju a ka pas, duke qenë se keni qenë aty? Pasi kur mbrita në spitalin e Shtipit, atje u drejtuam drejt repartit intenziv dhe e morëm një vajzë 17 vjeçare dhe një djalë 20 vjeçar, edhe më njerë që të transportonim drejt Shkupit, pasi e kishin gjendjen më të rënduar dhe me djegje më serioze të thellë, dhe zakonisht kjo ishte djali ishte 20 vjeçar dhe disa i kam potencuar edhe disa në një program televiziv tjetër për këtë djalin se ishte me të djegura të serioze dhe ma bëni pyetjen a mund të shërohem deri të shtunën se dua të shkoj deri në Gjermani. Kjo më shtangoj dhe emocionalisht u ndikova. Normal që edhe ne jemi njerëz dhe i kuptojmë disa gjëra të cilat, po kjo është ne prap si mjek i dhash një shprehje se do të bëhet gjithçka mirë dhe do të shërohet plotësisht dhe do të kthehet edhe familjes edhe do të shkoj do të punoj edhe të ketë një ardhmëri më të mirë. Kjo në fakt është edhe një fatkeqësi në vete, sepse një djalë aq i ri veç më ka qenë i përgatitur për të marrë rrugën për të shkuar në Gjermani, pikërisht vetëm për këtyre rasteve që ndodhin në fakt prej tragjedisë, prej pakujdesisë, prej masave që nuk merren në kohën e duhur nga shtetyti. Dhe kjo është një fatkeqësi tjetër në fakt në rastin e këtij djali, që shpresojmë të shërohen sa më shpejt të gjithë ata të cilët janë atje. Doktor, ne do të vazhdojmë bisedën, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi në studio. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer sërish në studio dhe jemi këtu me doktor Gjuneida Ademin, me të cilin flasim për atë se si e përballojnë një tragjedi mjekët edhe nga ana emocionale. Doktor, duke qenë se ju e përmendet pak më herët e rastin, domethënë që ju ka prekur më shumë ti 20 vjeçari kur ju ka pyetur a do të bëhet mirë deri të shtunën, por besoj edhe raste të tjera, sepse sidomos në këtë rast sigurisht që çdo jetë njeriu dhimbse dhe çdo jetë njeriu ka vlerë, por kur bëhet fjalë për të rinj, mbase emocionet janë edhe më të shumta. Si përballoni ju emocionet në raste të tilla? Si arrini që ta bëni edhe punën në ndërkohë, por edhe të përballoni emocionet tuaja? Në ato raste kur kemi pacient me veti, ne mundohemi që mos të kemi emocione shumë, vetëm të fokusohemi në punën tonë dhe të japim trajtimin e duhur pacientëve që të jenë në vetdije dhe të jenë sadokudo m'ja lecu gjendjen momentale derisa të arrim deri për shembull do një qendër klinike në spital apo edhe nëse ka mundësi edhe të shërohen plotësisht. Kjo është për shembull rastet konkrete të cilat emocionet duhet të larguar dhe të fokusohemi drejt punës tonë. Po mandej nëse duke u kthyer në shtëpi, mandej kur qetësohemi, mandej i mendojmë këto raste të cilat edhe tek ne pasi jemi edhe ne njerëz emocionohemi dhe mendojmë me veten se çfarë ka ndodhur. Sigurisht, ju ndikon më pas, pasi keni mbaruar punën, pasi kemi mbaruar punën, kur jemi në qetësi dhe i mendojmë ato raste dhe sigurisht edhe nga ana psikologjike pastaj nuk është këtë në fakt edhe desha të pyes, a marrin mjekët, a kanë ndonjë trajnim të cilët e marrin mjekët edhe nga ana psikologjike kur përballen me tragjedi të tilla, sepse besoj jeni përballur shpesh me raste të tilla. Trajnime të këtilla nuk kemi për fat të keq në institucionin tonë, në qendrën emergjente Shkup, por përvoja pasi jemi çdo ditë ballafaqohemi me raste të ndryshme që i kemi në teren,
kjo na bën për shembull që përvoja të jemi edhe më të nga ana psikologjike edhe më të fortë dhe të mendojmë për shembull koncis në atë punë të cilën ne bëjmë dhe për trajtimin që duhet ta japim në mënyrë më të shpejtë. Se puna jonë pasi është edhe qendër emergjente edhe do të thotë se do të jemi koncis në punë dhe jemi më të shpejt në atë që duhet vepruar. Në momente edhe nga ana psikologjike duhet për shembull, por kjo nuk kemi trajnime të veçanta. Mendoni se duhet të ketë për shembull edhe për mjekët të rinj, të cilët janë sepse mjekët të cilët nuk kanë përvojë mund të përballen ndonjëherë me një tragjedi të tillë, me raste të tilla, me situata të tilla, por a duhet ta mendoni se duhet të kenë marrë më herët një trajnim pak a shumë psikologjik, edhe pse ndonjëherë edhe trajnimet nuk ndihmojnë sepse asnjëherë nuk i dihet në çfarë situata përballeni. Po, pasi situata me trajnimet dhe tereni janë dy gjëra të ndryshme, pasi ndryshojnë kur e sheh një pacient me të vërtetë. Po kjo duhet që edhe mjekët të rinj duhet të kenë ndonjë trajnim apo simpoziume të ndryshme për nga ana psikologjike që kur të ballafaqohen në vijën e parë me tragjedi të ndryshme, kjo të janë që të gatshëm dhe të japin maksimumin nga vetja e tyre. Shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë, unë nga shoqëria që janë domethënë e stafit shëndetësor gjithmonë më thonë që në raste të tilla ne bëhemi robot dhe më pas na lëshon trupi siç themi ne, sepse në ato momente me të vërtetë duhet të reagojmë. Dhe në fakt është për të vlerësuar, puna juaj është shumë për të vlerësuar sepse të jesh në vit të parë, në ato moment kur çdo sekond në fakt vlen, ju keni në dorë jetën e njerëzve dhe sigurisht nuk është as pak e lehtë. Dua të pyes pak sa është i rëndësishëm edhe bashkëpunimi mes stafit mjekësor dhe institucioneve të tjera për sa i përket kur ka raste të tragjedive. Sa është i rëndësishëm bashkëpunimi, sa juaj lehtëson pas edhe ju punën pak. Bashkëpunimi duhet me të gjitha institucionet, duhet të jetë etik dhe shumë i rëndësishëm. Pasi kur kemi të bëjmë me tragjedi të mëdha, duhet që të reagojnë në mënyrë të menjëhershme dhe me efikase ndaj këtyre tragjedive që mos të menjënjojmë dhe një punë edhe më të vogël dhe të kemi për detyrim që detyra jonë të shpëtojmë sa më shumë njerëz. Kjo duhet të bëhet nëpërmjet qendrës dhe menaxhimit për kriza dhe stafit mjekësor, policor dhe zjarrfiksave. Pasi ishte edhe rasti i Koçanit në një atë klube ajo zjarri i madh e cila ndodhi tek ne. Bashkëpunimi duhet të jetë etik dhe shumë i rëndësishëm. Sepse për të lehtësuar edhe punën e njëri tjetrit në fakt. Për të reaguar sa më shpejt. Ju i përmendet, domethënë e përmendet situatën, sfidat me të cilat jeni përballë, por cilat ishin sfidat atë natë që u përballët më së shumti? Ja kishit për shembull mbase probleme me transportimin ose cilat kanë qenë sfidat më të rënda që jeni përballur pikërisht atë ditë që ndodhi ngjarja? Sfida më e madhe është menaxhimi i kohës dhe burimet e kufizuara që i kemi për fat të keq në shtetin tonë. Pasi edhe ne si qendër emergjente në Shkup, gjatë ditës punojmë me 6 ekipe, ndërsa natën punojmë me 5 ekipe. Në atë natë, kur ja kam filluar punës, për shembull, ishte nata para se të ndodhë tragjedia, në 19 ora, kemi filluar me 5 ekipe, po mandej i kemi thërrit edhe 4 ekipe tjera që të jenë në gjendje gatishmërie kur e kuptuam se ka ndodhur rasti. Sfidat janë të mëdha dhe pasi nuk ka pasi edhe kishe shumë të plagosur, edhe lajmet e para si thash edhe më përpara ka pat shumë viktima, vetëm se lajmi i dytë që na erdhi që na u dha se ka edhe 50 viktima. Kjo edhe më tepër e rëndonte punën. Po, rëndon situatën. Sigurisht. Po, duke qenë se ju e përmendet domethënë që edhe resurset edhe mjetet mbase nuk kanë qenë të mjaftueshme, e përmendet ekipet. Sa do të ishte idealja në raste të tilla, sa ekipe duhet të jenë në krye të detyrës, sepse e dim që ka sigurisht mungesë të ekipit, le të themi, ose të stafit apo të mjeteve të ndryshme. Sa do të ishte idealja që të jenë, domethënë, ju keni qenë 5, më pas janë thirrë edhe 4 të tjerë. Sa do të ishte mjaftueshëm në raste të tilla sa ekipe? Pasi në Koçani dhe Shtip, ato
qendra emergjente dhe spitalet janë me resurse të vogla, në Shkup duhet më së paktit që të kemi edhe 30 ekipe tjera shtesë. Por këto duhet që të bëhen me trajnime të veçanta dhe simpoziume të ndryshme që edhe mos të ketë edhe ndonjë mos dha Zotit të ketë edhe një tragjedi tjetër dhe që të jemi më të përgatitur. Kjo duhet të ketë ekipe shtesë edhe më shumë. Parafërsisht 30 dhe duhet që të ketë edhe më shumë material dhe gjëra që duhet të kenë kur të ballafaqohemi me këto tragjedi të jemi me në gatishmëri më të lartë dhe më të veprojmë më mirë dhe më decet. Shumë e vërtet në fakt, sepse duhet të ketë sa më shumë që edhe ju si mjek ta bëni punën, sigurisht të jeni në krye të detyrës, sepse në fakt unë dua të përmend edhe rastin e shoferit të ambulancës që humbi jetën duke transportuar në fakt. Edhe kjo ishte një fatkeqësi në vete, sepse ai humbi jetën gjatë detyrës dhe prandaj po e theksoj këtë pjesën se sa e rëndësishme në fakt është të flitet edhe për pjesën emocionale edhe për pjesën e punës së doktorit, se sa e vështirë është. Siç ndodhi edhe me metodë, më thënë ndodhi që ai humbi jetën për ta bërë detyrën apo për ta bërë punën e tij për të ndihmuar të tjerët. Sa kohë ju duhet, sepse e di që emocionalisht besoj që ende jeni të prekur, sepse edhe pse ditët e zis kanë mbaruar, unë mendoj që ende ne si vend jemi në ditë zije nga kjo tragjedi që të ronditi. Sa kohë ju duhet për ta marrë veten ju si mjek pas gjithë kësaj tragjedie? Për shembull tash që le të themi puna më e madhe ka mbaruar, edhe pse ende ka punë sepse ka pacientë të cilët ende ndodhen nëpër spitale, por sa kohë ju duhet për ta marrë veten, si e shihni tash pas një jave pasi kaloi krejt ajo? Po neve si staf mjekësor pasi punojmë edhe si në pjesën emergjente, neve normaliteti për neve është relative. Pasi edhe kemi raste të ndryshme që i shohim më sy dhe ndërkohë dhe kjo na bën edhe më të fortë gjatë veprimeve dhe për të rikuperuar neve na duhet për shembull që të jemi pak që të jemi më duke biseduar me kolegët dhe duke treguar, duke folur që të kalojnë, diskutuar, por rreth rasteve dhe kthehemi në normalitet, por të thash edhe më përpara se kur jemi vetë në qetësi atë na shfaqen ato skenat të cilat i kemi parë më përpara dhe nuk harohen lehtë. Sigurisht. Si ndikojnë këto ngjarje edhe në moralin dhe motivimin e stafit mjekësor për të punuar edhe më shumë, sepse sigurisht që pjesa emocionale, por kur shohin raste të tilla, don sa më shumë t'japësh prej vetes për punën që e bën, sepse ke në dorë një jetë njeriu. Po, në këto raste morali do një herë bie, për shkak se edhe kishte viktima në moshë të re dhe duke biseduar me njëri tjetrin, me kolegët dhe duke i dhënë shpresa njëri tjetrit që do të bëhet edhe më mirë dhe do të bëhet do një ditë edhe më mirë që të jemi sa më koncis ndaj punëve që i bëjmë dhe kjo është motivi që na jep dhe kur marrim ndonjë lajm se ndonjë nga pacientët gabijetuar dhe është shëruar plotësisht, motivi edhe na ngrihet edhe më shumë dhe jemi prapë që të vazhdojmë me punën. Sigurisht, sepse në fakt duhet të jeni prapë në krye të detyrës. Në detyrë prapë për shkak se kemi ditë zakonisht që duhet të punojmë. Sigurisht. Se raste të tilla ku ka pacientë që janë në gjendje të rëndë ju përballeni çdo ditë, por sigurisht me tragjedi, kur një fluks i madh me tragjedi është sigurisht shumë ndryshe. Ju ka ndodhur që është dashur të komunikoni familjarët për një situatë të rëndë të pacientëve? Qoftë në këtë rast, në këtë tragjedi, edhe në raste tjera, rastim në këtë do të përmendin një rast pasi arritan vetëm se i kisha sjell 2 pacienta prej Shtipit në Shkup, sa mbërrita në spitalin e Shkupit
dhe ishte një prind I cili u afrua dhe më pyeti për vajzën e tij. Pasi I kishte kaluar të gjitha spitalet e Shkupit dhe nuk ishte mund ta gjej askund vajzën e tij dhe erdhi më pyeti. Unë u drejtova drejt të apostrofuarve disa kolegë të cilët I kishin emrat, po edhe ati nuk mund ta gjejta. Po mas një kohë bisedova me një shok të tim pasi e pash aty dhe e pyeta për vajzën, ajo kishte ndruar jetë në vendngjarje. Kjo ishte edhe ndër rastet të cilat kemi biseduar dhe ishte një rast. Edhe normal, kemi vështirësi kur t'ja japmi lajmin apo... Sigurisht. S'është e lehtë të japësh një lajm për shembull për të dashurin e tij apo fëmijën e tij, të cilat kjo ishte pjesa më e rëndë edhe për neve. Po, sigurisht. Përveç se ne gjithmonë për shembull kemi lodhje fizike, po kjo do të thotë edhe ne jemi njerëz që të emocionohemi edhe të kemi emocione të ndryshme, të cilat... Sigurisht, po. Po, se ju në fakt ndodheni bashkë në ato momente ku I shihni bashkë ato situatat më të vështira, qoftë nga ana e pacientëve që I shihni pacientët të cilët nuk janë në gjendje të mirë, por më pas I shihni edhe pjesën e familjarëve të cilët presin pas dyerve të spitalit për të marrë ndonjë lajm sigurisht për familjarët e tyre. Doktor, duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte një mesazh për të gjithë njerëzit të cilët mbase që të kuptojnë pak a shumë edhe vështirësitë që I kanë doktorët, edhe në kushtet në fakt që jemi ne në vendin tonë, spitalet tona në kushtet që janë, si është të punosh në ato kushte, cili do të ishte mesazhi dhe çfarë mesazhi do të jepni edhe ju për atë se çfarë ju motivon për të vazhduar edhe më tej për ta bërë këtë punë që duhet vlerësuar në maksimum? Po do ta filloj nga e funda, motivimi gjithmonë duhet të jetë I lartë për neve, pasi jemi përkushtuar për këtë punë që ta bëjmë me nder dhe me kënaqësi, dhe kjo na jep motivim më të lartë dhe kur marrim lajme se nga pacientët tanë të cilët I kemi trajtuar ne, janë shëruar plotësisht dhe janë thyer te gjiri familjar I tyre. Kjo me të vërtetë na motivon që të punojmë edhe më shumë. Sa për mesazh për te ne qendrat emergjente, spitalet, duhet që të investohet më shumë në për që të bëhet edhe një sistem më I sofistikuar dhe më I ndërlidhur ndërmjet neve dhe të ketë për shembull të gjendrat emergjente më shumë ekipe që të vinë dhe që të punojnë. Kjo është për shembull në rastet edhe për shkak edhe thash edhe më përpara, pasi s'kemi edhe një qendër përgjegje që të hapin edhe një qendër përgjegje që të unë shpresoj që mos do ndodhe, por duhet që të jemi të përgatitur për çdo gjë nëse ka për të ndodhur ndonjë gjë. Të investohet sa më shumë në shëndetësi, të punësojnë staf I ri mjekësor dhe të jetë sistemi më sofistikuar si në vendet evropiane dhe vendet qinje të cilat I kanë edhe ato kushte më të mira se kur për fat të keq se kur shteti jonë. Në fakt po, shpresojmë edhe ne që këto këshilla, le të themi, këto mesazhe të shkojnë në veshin e duhur, sepse unë gjithmonë e them, ne kemi mjek shumë të mirë, por kushtet nëpër spitale nuk janë mjaftueshëm, edhe ta mendosh në ata kushte punoni, prap përsëri jemi në nivel të duhur për sa I përket pjesës së mjekëve, stafit mjekësor. Faleminderit shumë doktor që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio. Unë edhe një herë do e përsëris që profesioni juaj është një profesion që duhet vlerësuar deri në maksimum, edhe profesioni juaj, profesioni zjarrfikësve, policët të cilët gjithmonë në rastet e tilla janë në vit të parë dhe mendoj që duhet vlerësuar në të gjitha aspektet. Kështu që ju përgëzoj sigurisht për punën dhe faleminderit në fakt edhe që ekzistoni dhe faleminderit edhe që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio. Ju faleminderit shumë. Faleminderit.